Përqendërit të gjithëve janë burimi një gazetar kines që freshi. Me rastin e ditës botërore e leximit, sot desha thjesht të ndaj me ju disa nga librat e mi që lidhen me Shqipërinë dhe gjuhën shqipe. Janë libra që i kam brezur ndër vite, disa i kam bler në Tiranë, disa në Kinë. Mirë, hajde ti shohim bashkë çfarë kam në raft. Së bari, ky është një libër që është bërë shumë i njohur në Kinë këto vitet e fundit. Dërirë nga shkrimtarja shqiptare Lea Ypi. Në mediat sociale kineze është komentuar shumë. Shumë njerëz e kanë lexuar. Dhe prandaj kemi këtë libër në kinezisht, në Shqipëri. Përkthyer nga përkthyes shumë i famshëm që po brenda kanë shumë vepra të drejtoro Agodit. Ndërsa këtë tjetrin nga drejtoroi, njerëzit e krisur e kanë bler vetë në Tiranë. Këtu kam edhe disa libra të Ismail Katares, si në shqip, ashtu edhe në kinezisht. Në kush e sori Dorundinën, Piramida, Dosja H, Kronik në Gur, dhe ky këtu në shqip Darka e Kapuar, gjithashtu nga Tirana. Një tjetër që më ka pëlqyer shumë është Të jetosh në ishull nga Ben Brushi. Është një libër që të bën të mendosh gjatë, nuk është thjesht për ta lexuar dhe haruar. Një libër është shkruar gjithashtu nga përkthyes dhe arabanologu i famshëm Zheng Po me titullin Lidhja ime me Shqipërinë. Siç thuhet në titull, në këtë libër tregohet historia e tij me Shqipërinë. Në ky libër, unë banoja në Tiranë, e kanë mbledhur tek libraria Atelier në qendër të Tiranës, kur isha në Tiranë. Atëherë po kërkoja një libër për të ushtulluar shqipen, dhe ky titull unë banoja në Tiranë më duhej i thjeshtë dhe i afërt, prandaj vendosa ta marr. Kam romane si Legjenda e Pionistit mbi Oqean dhe Rreth botës në 80 ditë, versioni i shqipes. Ja, një libër shumë i veçantë për mua, identiteti përmes gjuhës. Autorja është profesoresha ime në Tiranë, Kredi Shekani. Me përfundimi e studimeve në Tiranë, ajo më dhuroi këtë libër. Ka edhe firma e saj, burimit, me urimet më të mira për suksese. Prandaj ky libër ka shumë vlerë për mua. Kam edhe këtë libër, Shqipëria në marrëdhëniet ndërkombëtare. Librat e fundit kanë lizje dialekte me gjuhën shqipe, si ky sintaksa e gjuhës shqipe, sistemi i lakimit në gjuhën shqipe, dhe formimi i forjeve në gjuhën e sotme shqipe. Dhe ky libër që po studioj këto ditë, gjuha shqipe dhe historia e saj, nga gjuhëtari, arabanologu dhe akademiku i njohur shqiptar, Shaban Demiraj. Sepse më pëlqen shumë gjuha shqipe. Është një gjuhë shumë e veçantë, veçanërisht për nga struktura e saj gramatikore. Ky libër më ndihmon të kuptoj më mirë jo vetëm gjuhën, por edhe vetë shqiptarët. Megjithatë nuk kam përfunduar ende të gjithë këto libra, po përpiqem t'i lexoj një nga një sa më shpejt. Këto ditë në Kinë po mbahet java kombëtare e leximit. Leximi po promovohet gjithnjë dhe më shumë si pjesë e jetës së përditshme. Po ju, me rastin e ditës botërore e leximit, më tregoni pak nga lista juaj e leximit. Jam Burimi, një gazetar kinez që freshi. Shikemi herën tjetër.